Shikues, mirë se vini një foftes, sigurisht një tjetër i ftuar do të jetë me mua edhe për këtë javë. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studion e sot 7, presidenten e shoqatës Gruaja Intelektuale këtu në Pogradec, zonjën Shpresa Plasari. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në studio, zonjën Plasari. Mirëmbrëma, është kënaqësi. Në fakt ne jemi këtu për të prezantuar një projekt që mban titullin Qeverisja me dhe për komunitetin. Pse është ky titull në fakt për këtë projekt? Ky projekt është projekti që unë realizova si individ nga thirrja që Lëviz Albania bëri për të gjithë Shqipërinë në shtator të vitit 2015. Ndoshta diçka për këtë titull? Për titullin e projektit, unë mund të them që është esenca e asaj që ne do paraqitim në punën 7 mujore që do bëjmë për realizimin e qëllimit dhe objektivave të projektit, sepse qeverisja me dhe për komunitetin është vërtet një titull intrigus, por aman është një titull që ka në brëndësinë e tij shërbesën që për qytetarët. Ai është një projekt që do ta bëjnë qytetarët vetë dhe do t'ju shërbej qytetarëve për një qeverisje të mirë. Po sigurisht. Me sa di, logoja juaj ka 5 gishtat e dorës edhe sigurisht janë 5 lagjet qytetit Pogradecit. Keni një paralelizëm këtu edhe një gjetje të goditur edhe tek posteri i prezantimit të këtij projekti në komunitet. Po, posteri i këtij projekti është ideuar në këtë mënyrë. Do me thënë, ne kemi vendosur një dorë ku aty janë 5 gishtat. Në 5 gishtat paraqitim 5 lagjet të qytetit, të cilat nëpërmjet punës që do të bëhet, aktiviteteve që ne do zhvillojmë, nëpërmjet arritjes të qëllimeve dhe të objektivave, do vënë në lëvizje, ashtu siç lëvizin gishtat e dorës, do vënë në lëvizje gjithë qytetarët për të arritur ato objektiva që ne do të realizojmë. Një jetë dhe shpirt këtij projekti në 5 lagjet të qytetit Pogradecit. Po. E sigurt që do të jenë të 5 lagjet e përfshira? E sigurt që do të jenë të 5 lagjet, e sigurt që do të aktivizohet një masë aq e madhe qytetarësh sa unë për shembull me përvojën që kam 17 vjeçare në OJF, do të thënë në OJF-n që kam drejtuar, asnjëherë nuk kam pasur një sasi kaq të madhe pjesëmarrësi në aktivitetet që kemi planifikuar. Dhe kjo është e veçanta e këtij projekti. Puna në komunitet. Puna në komunitet, do të thënë me qytetarët. Kokë më kokë. Paraprakisht ne ishim duke folur në fakt për fazat e projektit, për mundësitë që do të ofrojnë për Pogradecin. Edhe juve më thatë që do të realizoni dhe spote që t'ju bëni thirrje qytetarëve për të qenë të pranishëm në momentet kur ju do të kontaktoni lagjet e tyre. Patjetër. Atë do me thënë gjatë shtjellimit të ecurisë APASAPI, unë do ta prek dhe sepse është një nga aktivitetet kryesore dhe është dua një lidhje, do me thënë të ngushtë midis projektit, qytetarëve dhe institucionit tuaj. Do me thënë sot 7, televizionit sot 7, i cili është një televizion që ndiqet shumë nga qytetarët, është një televizion që për mendimin tim ka arritur në një stat të lartë, do me thënë, dhe kjo ju takon edhe juve, do me thënë që punoni me përkushtim. Zonja Plasari, ju po bashkëpunoni me Lëviz Albania. Po. Ndoshta diçka më tepër për emrin e këtij organizmi. Lëviz Albania është një projekt novator grandzënës, i cili ka si deti, do me thënë të saj, që të shërbejë si një katalizator për realizimin e problemeve demokratike në të gjithë Shqipërinë. Si i tillë, ai është i formuar nga 3 organizata shqiptare. Organizata e Sorosit, ose Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Organizata Koplan dhe Organizata e Partner Shqipëri. Të treja këto janë financuar nga ambasada zviceriane dhe kanë formuar Lëviz Albanian. Në momentin që doli thirrja në shtator të vitit, do me thënë, të kaluar,
Mua mi intrigoj kjo thirrje për të vetmen arsye sepse bëra analizën e kësaj fjalisë, lëviz Albania. Një fjali, do me thënë me dy fjalë, por shumë do me thënëse, dhe që unë si qytetar ndjeva atë nevojën që ato ide që unë kam në lidhje me problemet e demokracisë t'i ve në shërbim të qytetarëve të mi, do me thënë të komunitetit, duke marrë pjesën në këtë projekt kaq të rëndësishëm të Lëviz Albania. Kështu që në thirrjen e parë u paraqitën 338 projekte në të gjithë Shqipërinë dhe nga këto fituan 15 projekte nga OJF dhe 7 projekte nga individët. Këtu duhet të ndaloj pak dhe të theksoj se e veçanta e Lëviz Albanies ishte që kjo thirrje për projektet nuk peshe vetëm për OJF-t, siç bëjnë zakonisht donatorët. Jo, ajo i bëri thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët kanë ide, por nuk janë të regjistruar. Ndoshta gjej rastin të sqaroj sepse ju keni realizuar disa projekte në Pogradec dhe i keni realizuar me shoqatën tuaj Gruaja Intelektuale. Për herë të parë ju realizoni një projekt si individ. Po, është e para erë dhe kjo do me thënë shkaku ka qenë në vetë ndërtimi konstrukti që Lëviz Albania i ka bërë thirrjes. Sepse mua më pëlqeu atje kur thoshte që kjo thirrje bëhet dhe për individët. Dhe thash, pse mos paraqitem njerëz si individ? Ta provoj. Do me thonë dhe prova doli me sukses, që në rastin e parë. Po çfarë dua të theksoj këtu? Dua të theksoj sepse përsëri e veçanta e Lëviz Albanias është se nëse paraqitesh në projekt me të gjithë idenë që ke dhe kur del përpara komisioni, do me thënë të rrëzon, nuk fiton, atëherë ai të zbërthen në mënyrë të hollësishme, cilat janë të metat që ju nuk fituat, duke, do me thënë, treguar një transparencë të veçantë, do me thënë, për punën që ti duhet të bësh për të ardhmen. Atëherë duke u bërë një moment zëri i këtij komisioni po ju bëj një pyetje. Çfarë ju bëri që të fitonit përballë këtij komisioni? Çfarë mua më bëri që të fitonja? Që të fitonja më bëri një punë e organizuar, që unë isha duke punuar pikrisht në atë 3 mujor me partner Albania për një problem të demokracisë në qytetin tonë në lidhje me 3 kandidatët për kryetar bashkie. Unë isha si moderatore për qytetin e Pogradecit e për zgjedhura e Lëviz e kësaj partner, do me thënë Albania. Dhe në ecurinë e punës, do me thënë që ne punuam për të realizuar objektivat e këtij takimi, do me thënë me këta 3 kandidatët, ne formuluam një poster, do me thënë, që e shpërndam në të gjithë qytetarët e lagjes 1, për arsye sepse lagja 1 ishte lagja më me shumë probleme. Lagje problematike. Dhe aty përcaktuam, do me thënë, një poster të vogël, qytetarët për qytetarët, ku ne përsëri shtëpi më shtëpi dhe me të gjithë duke u takuar me të gjithë qytetarët përcaktuar cilat ishin problemet e kësaj lagje. Dhe atje evidentuam shumë bukur. Këtë gjë, do me thënë unë e paraqita, ashtu siç mendova unë, do me thënë siç e kisha realizuar. Por që komisioni që mua më dëgjoj, komisioni që më dëgjoj, do me thënë ndali këtu. Sepse pyetja e parë që mu drejtua ishte, po vetë do të realizoni ju këtë? Dhe unë i thash, jo zotri, nuk kam mundësi si të realizoj vetë. Unë do grej një grup pune. Dhe grupi punës quhet Grupi Lokal i Veprimit. Është një grup që përbëhet nga qytetar, pogradecar. Kur them qytetar, do me thënë qytetar, të cilët kanë një përvojë shumë të mirë pune, të cilët kanë vlera, të cilët kanë personalitet, të cilët kanë një dashuri të madhe për familjen, për lagjen dhe për gjithë qytetin. Këta njerëz i kam zgjedhur, do me thënë, me kokra. Po, dhe ky është stafi i punës sime. Ky staf përbëhet prej 10 vetash, por ky staf do shtrihet në gjithë lagjen. Dhe i gjithë grupi lokal i veprimit në qytetin e Pogradecit do të jetë 30 persona, të cilat
të cilët, do t'jenë pranë qytetarëve me qëllim që zëri të shtohet dhe të zgjidhet ai problem që të përcaktohet nga vetë qytetarët. Si me emergjente. Sigurisht, ju keni menduar edhe disa aktivitete zë Mbledhçari për të realizuar? Po. Tani, unë dua të përqendrohem pak që të realizoj ashtu siç duhet këtë projektin. Dua që të diskutoj me qytetarët qëllimin që unë kam përcaktuar tek ky projekt, që është shumë i rëndësishëm, dhe objektivat. A mund t'i bëjmë publike? Po, pikërisht për t'i bërë publike ato. Qëllimi i projektit është përfshirja aktive e të gjithë qytetarëve në zhvillimet lokale. Në çfarë mënyrë? Nëpërmjet bashkëpunimit konstruktiv. Së pari. Së dyti, nëpërmjet presionit të vazhdueshëm, por paqësor, që do t'i bëjmë administratës të bashkisë për t'i zgjidhur ato probleme, që janë më emergjente, por në të njëjtin kohë dhe për të rritur, si mund të thuash, atë rolin potencial të qytetarëve, të cilët janë në eshtje, por janë, shumë të angazhuar në qoftë se di që t'i vesh në punë për të arritur, objektiva për qytetin. Dhe pikërisht për këtë, unë kam përcaktuar dhe disa objektiva konkrete. Njëra nga objektivat, të mia, është ndërgjegjësimi i këtyre qytetarëve për rolin që ata kanë në shoqëri. Dhe puna e dytë, ose objektivi i dytë, është aftësimi i komunitetit për identifikimin e problemeve. Por jo vetëm për identifikimin, por dhe për listimin, sepse problemet janë të shumta, por duhet që t'i listojmë ato me emergjentet. Dhe ajo që ka, më shumë rëndësi, është që unë do të aftësoj qytetarët që të marrin pjesën në buxheti me pjesëmarrje, që është një nga buxhetet, më aktuale. Dhe këtë do t'a bëj duke punuar hap pas hapi, ashtu siç thash, me administratën, duke punuar me qytetarët, duke punuar me këshilltarët, sepse vetëm kështu projekti nuk do jeti imi, do jeti të gjithëve, dhe vetëm kështu do të jetë një zë i madh për të zgjidhur problemet. Po mëtej i keni menduar çdo të ndodhë me këtë projekt, zonja Mbledhçari, ka faza të mëtejshme? Po. Tashin, qoftë se më lejon, unë thash diçka për grupin lokal të veprimit. E theksova këtë sepse ajo është shtylla e arritjes të qëllimeve të mia. Do me thënë, në këto momente që po flas, kemi bërë një takim me të gjithë grupin lokal të veprimit, kurse cili ka marrë të zbërthyer një nga një të gjitha detyrat që do të ketë në këto 6 muaj që do punojnë. Kur them të zbërthyer, gjithçka me afat kohor, me një punë cilësore, të paktën ashtu siç e mendoj unë dhe siç ishin dakord që t'i realizonin ata. Jeni vërtet optimist? Jam shumë optimiste për ta arritur, atë që unë mendoj, sepse dëshiroj që ky projekt të jetë një histori suksesi. S'ka pse të mos jetë histori suksesi kur do marrë pjesë i gjithë komuniteti. Do me thonë dhe kur do bëhet një projekt i të gjithëve. Sepse projektet që janë histori suksesi, këtë gjë kanë të veçantë. Suksesi është kur është gjithë komuniteti në mes. Dhe unë do them, do me thonë tashti, disa apa, se si grupi lokal i veprimit do të punojë për të arritur atë qëllim që thash dhe atë objektiv. Cilat janë këto hapa? Këto hapa do të përqendrohen, do me thënë me një herë, tani, stafi ka formuluar një pyetësor, që do t'i drejtohet të gjithë komunitetit. Pyetësori... Për të rekuar, ndoshta klasifikuar problemet më kryesor. Do me thënë, si për të matur pulsin e qytetarëve, në lidhje me atë çka ne duam që të arrimë në projektin tonë. Ky pyetësor do të shpërndahet në 500 qytetarë,
nëpërmjet grupit lokal të veprimit dhe vullnetarëve, që unë kam aktivizuar. Dhe mendimin e tyre për realizimin e projektit. Dhe ky pyetësor, pasi të realizohet, do me thënë me cilësi nga qytetarët, të cilët do t'jenë të ndërgjegjshëm për ato kërkesa që ne kemi vënë, ne do të mbledhim stafin dhe do të bëjmë një raport. Ky raport do t'i takojë secilës lagje. Por, të gjitha problematikat, më të rëndësishme për lagje. Sepse janë 500 pyetësorë dhe 100 janë të çdo lagje. Do me thënë, në lagjen 1 do të ketë 100 pyetësorë. Dhe me radhë, për të 5 lagjet. Në total 500. Në total 500. Dhe kështu që ne do të bëjmë, do me thënë, pasi ti kemi një studim, do me thënë, duke dalë për para lagjes në takimet që ne do të bëjmë, me një material të përgatitur, duke u bazuar konkretisht tek ky pyetësor. Kjo mendoj që do të jetë një gjë shumë e mirë, do me thënë, sepse janë vetë mendime, do me thënë, janë vetë zëri, është vetë zëri i qytetarëve. Prandaj i kam kushtuar shumë kujdes, do me thënë, artimit të pyetësorit, mbushjes të saj dhe studimit, do me thënë që do bëhet pas mbushjes të pyetësorit. Jeni të sigurt që do të dalin vërtet problemet? Tani, nuk mund të them, do me thënë, që kanë shqetësim. Nuk mund të them që jam 100% e sigurt. Po unë kam kërkuar që gjithë grupi lokal i veprimit do të takojë të rinj, të reja, punonjës, të administratës, do t'jenë kategori të ndryshme shoqërore, pensionistë, grup mosha të ndryshme shoqërore, të cilët do japin mendime dhe këto mendoj unë që do na shërbejnë shumë. Sigurisht një lloj. Arsimin kam planifikuar vetëm arsim të mesëm dhe të lartë. Do me thënë me qëllim. Pra keni përzgjedhur një zë më të kualifikuar deri ku që i kupton këto lloj shqetësimesh. Po. Tani me një herë, do me thënë, sapo të realizojmë këtë studim, një nga aktivitetet më kryesore me lagjen është trajnimi që unë do të bëj me banorët për arritjen e atyre objektivave që thash. Që më të rëndësishme. Që janë më të rëndësishme. Dhe për këtë në çdo lagje, duke mbushur pyetësorët, grupi lokal do të përcaktojë cilët do të jenë 50 qytetarët që ata mendojnë që do jenë pjesë e këtij trajnimi. Këta qytetarë dua ta theksoj. Pra një përzgjedhje brenda llojit të komunitetit. Po. Këta qytetarë do të jenë 50 në çdo lagje, domethënë 250 në gjithë qytetin. Dhe ajo që ka rëndësi dhe unë dua ta theksoj sepse në projekt. Po. Dhe sepse është shumë e rëndësishme, është kjo që Lëviz Albania na ka lënë si detyrë kryesore barazin gjinore në realizimin e gjithë projektit. Kështu që unë, në qoftë se grupin lokal të veprimit e kam me 30 persona, 15 i kam femra. 15 i kam meshkuj. Në qoftë se do të intervistoj 500 qytetarë, 250 janë femra dhe 250 janë meshkuj dhe nuk lejojnë asnjë mënyrë, do me thënë që të cënohet barazia gjinore. Për vetë faktin, sepse kam dhe shumë vjetë që punoj, do me thënë, për në mbrojtje të kauzës të barazis gjinore. Sigurisht. Dua të theksoj, do me thënë, përsëri këtu në trajnimin e këtyre, do me thënë, qytetarëve, që ky trajnim të bëhet i atill që të mos jetë sa për realizimin e këtij projekti. Jo. Qytetarët duhet të përgatiten në mënyrë të atillë që t'i thonë vetes së tyre që unë jam i aftë që ta bëj këtë detyrë për lagjen time. Kështu që kur të shikoj një problem, do të ngre zërin te grupi lokal dhe do ta shpije zërin për ta zgjidhur qoftë edhe deri në kryetari bashkisë ose edhe në këshillin bashkian. Në instancat të tjera. Zënë Blezëri, po? A keni diçka tjetër përpara se të kalojmë në një thirrje si grandmarshte për qytetarët? Ndoshta diçka rreth projektit për sqaruar? Kam edhe një diçka, do me thënë që them që duhet që ta prek këtu dhe ti më shoj, do me thënë. Sepse finalizimi i këtij projekti është pjesëmarrja e qytetarëve në 5 mbledhje të mëdha.
Tani, unë e them të mëdha, sepse mendoj që aty do ketë shumë masivitet, mendoj unë. Por dhe organizimin do të bëj në mënyrë të atillë që të përfshihen që të gjithë. Në këtë moment që po flas, unë kam bërë një marrëveshje bashkëpunimi me kryetarin e bashkisë dhe me drejtorin e zyrës arsimore dhe me kryetarin e këshillit bashkiak, cili ka qenë qëllimi i kësaj marrëveshje. Qëllimi i kësaj marrëveshje ka qenë që kryetari i bashkisë duhet që nëpërmjet marrëveshjes që unë kam bërë, t'i verë në dieni të gjithë administratën për këtë projekt, sepse është një projekt që ju shërben atyre, në qoftë se ata do dinë, do me thënë, që të ingranohen... Sigurisht, është edhe puna e tyre në zgjidhjen e këtyre projekteve. Prandaj, unë ju kam bërë thirrje që ata duhet të jenë pjesë e aktivitetit madhor, e quaj unë, që do organizohet në çdo lagje. Ata duhet të jenë aty, ta dëgjojnë në zërin e qytetarëve dhe kur të shkojnë në bashki, të dinë se çfarë të flasin. Por ajo që mua më intereson më shumë dhe unë do bëj ç'është e mundur që t'i kem pranë, janë këshilltarët, me të cilët nuk do flas kokë më kokë. I kam evidentuar në këtë lagje, do me thënë sipas lagjeve, dhe unë i dua që ata, do me thënë t'i kem prezent. Zë i fortë i këtij diskutimi. Po, sepse ata do dëgjojnë qytetarët, do me thënë se si i kanë zgjedhur problemet, si i kanë evidentuar dhe i kanë shumë kollaj atje për të ngritur zërin. Gjithashtu, grupin lokal të veprimit, unë në këto 5 muaj do t'a bëj pjesë të mbledhjeve të këshillave bashkiake. Sepse duke marrë pjesë grupet lokale në mbledhjet e këshillave bashkiake, shohin, do me thënë, dhe sikur... Kuptojnë dhe janë më afër problemeve që diskutohen. Zënë Pleceri, me sa di, juve keni dhe një thirrje që doni ta bëni publike për qytetarë si Grand Marse. Dua që qytetarëve të mi t'ju shërbej deri në fund, sepse di që në qytetin tonë ka shumë njerëz intelektualë, por që janë të thjeshtë dhe që nuk u kanë një iniciativë, do me thënë, për idetë e tyre dhe ata mbeten të tërhequr. Tani, me qenë se Lviz Albania është, do me thënë, një katalizator i demokracisë, unë dua, dua që qytetarët, do me thënë që kanë ide, fundja le të vinë të takohen dhe me mua. Duke i drejtuar unë, duke parë idejnë që kanë dhe duke i drejtuar, për të shkruar edhe ata një projekt. Sepse, gjithmonë do kemi parasysh një gjë që është shumë e rëndësishme, sa më shumë projekte që të hyjnë në qytet, aq më shumë i shërbej në këtij qyteti, që është i varfër në zhvillim. Po. Okej, me sa ti ka dhe një mesazh? Mesazhi, do me thënë që... Thirrjes publike? Po. Mesazhi që unë dua që t'i jap për qytetarët, do me thënë, në sot shtatë, është që të gjitha këto gjëra që ne do t'i prekim me dorë tek projekti qytetarët, do me thënë qeverisjen me dhe për komunitetin, unë dua që të mos ndërpriten me ndërprerjen e projektit. Po dua që ky grup, me që është zgjedhur me kaq përkushtim nga ana ime, me që ata janë qytetarë kaq të përkushtuar ndaj problemeve, të vazhdoj dhe për të ardhmen. Dhe ky është një mesazh që e dua, domethënë, nga qytetarët e mi dhe kam shumë besim që do ta realizoj. Do të mbri në këto momente në vesh të tyre. Zëmë Pleceri, a keni projekte të tjera në fokus si shoqat? Po. Tani kam dalë nga plani individuale dhe kam hyrë tek liderja e shoqatës. Tani, si drejtuese e shoqatës gruaja intelektuale, kam 17 vjet që punojnë me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Nuk e them këtë, domethënë, për të lavdëruar se çfarë kam bërë, por e them se përkushtimin e kam në çdo det, domethënë, vazhdon që ta kem. A ka projekte? Po, unë dua të lexoj përpara qytetarëve misionin e organizatës, gruaja intelektuale, të cilin unë e kam
planifikuar, do më thënë e kam bërë që në vitin 1999, po më duket sikur është tepër aktual në këto momente. Atëre, misioni i organizatës Gruaja Intelektuale Pokradecare është ndërgjegjësimi i grave, të rinjve dhe të gjithë qytetarëve për rolin e madh aktiv që ata duhet të luajnë për ndryshimin e shoqërisë, për një jetë më të mirë për vete dhe brezat që do të vinë. Dhe ky projekt, qeverisja me për komunitetin, unë them që është, do me thënë, një pjesë e këtij misioni, sipas mendimit. Tani në këto momente, ne kemi 3 vjetë që punojmë me një projekt europian. Qendrën e ka në Bullgari, sepse është bullgare ajo zonja që e ka përfituar projektin, por që ka të bëjë dhe i shërben 160 qytetarëve artizanë tradicionale që punojnë në eshtje dhe që mbajnë familjet e tyre me ato duart e tyre të arta. Me duart e binart. Po, është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe, dhe me thënë për t'i evidentuar, për t'i regjistruar, për të parë punët e tyre, por ideja ime për të ardhmen është që unë dua që t'ju shërbej këtyre 160 familjeve, si, në ç'më mënyrë? Në këtë mënyrë, në qoftë se do të më ndihmoj bashkia, në qoftë se do të më ndihmoj një projekt që unë kam ide për ta bërë, duke hapur një dyqan, që edhe dyqani të jetë, do me thënë, në një konstrukt të atil që t'i tërheqë turistët, të huajt dhe vendit, dhe aty këta 160 qytetarë do të shpjen punët e tyre. Prezentojnë produktet. Mirë, po duke shpjen punët e tyre, ata të 160 do të marrin atë shërbimin. Dhe kështu që quhen të punësuar për mendimin tim. Edhe bëm pjesë, le të themi, një të ardhme më të mirë për biznesin e tyre, në thonjë se për kjo biznes, po... Po, biznes familjar quhet ai, quhet me plot goje, për biznesin e tyre familjar. Mirë, zonja Blaceri, unë ju falenderoj që u pata në studio. Ishte një kënaqësi shumë e madhe për mua, dhe meqense ishte era e parë që unë, të më thënë, ardha, mendoj që të gjitha projektet e tjera që unë kam ndërmend, do me thënë, për t'i realizuar, do të vej një zërin shumë të fuqishëm të televizionit sot shtatë. Të nderuar shikues, kemi qenë me zonjën Shpresa Blaceri, presidente e shoqatës Gruaja Intelektuale këtu në Pogradec, e cila foli në fakt për një projekt personal, individual, që ka fituar në Lëviz Albania. Duke bërë zëri i këtij projekti edhe ju në 5 lagjet e qytetit, shpresojmë që do të bëhet më mira për Pogradecin ton turistik të 4 stinëve, për Pogradecin ton ku gjithë gjem kënaqësinë e të jetuarit. Duke shpresuar që do të takojmë sërish javës tjetër me një tjetër të ftuar, deri atëherë mirupafshim.